Përshëndetje. Shkatërimi i lumturisë dhe produktivitetit nuk ndodh gjithmonë me një krizë të madhe. Shpesh është si ajo pika që gryen gurin përmes zakoneve të vogla të përditshme që duken të pafajshme. Psikologjia moderne e sjelljes dhe neuroshkenca tregojnë se mënyra se si jetojmë çdo ditë ndikon fuqishëm në cilësinë e mendjes, humorit dhe energjisë sonë. Unë do të tregoj disa zakone të përditshme që pa i kuptuar mund të shkatërrojnë afërsisht 90% të lumturisë dhe të produktivitetit tuaj. E para është zgjimi me telefon në dorë. Shumë njerëz sapo hapin syt, kapin telefonin e nisin ditën me lajme negative, krahasime të rrjeteve sociale dhe njoftime që të futin menjëherë në modën reaktive. Kjo ndikon në mënyrë se si truri përpunon stresin dhe zvogëlon prodhimin e dopaminës natyrore. Brenda pak minutash, i gjithë fokusi për veten zëvendësohet me bombardimin e jashtëm. Zëvendësohet me një gjuhë mëngjesin pa ekran për të paktën 30 minuta. Stretching, pini ujë, bëni frymëmarrje diafragmatike që kemi thënë kaq herë, pak heshtje dhe një shënim me një falënderim. E dyta është shtyrja e gjërave që s'të pëlqejnë. Ne gjithmonë i shtyjmë shumë detyra që na duken të bezdisshme, por truri nuk harron. Dhe kur nuk i bëjmë, ai i mban në sfond si dosje të hapura. Kjo ndikon në korteksin prefrontal, në qendrën e vendimarrjes dhe planifikimit, duke mbi ngarkuar me detyrime të pambyllura. Pasoja: humbje e produktivitetit, rënje vetbesimit, ankth latent. Zgjidhja: fillo me detyrën më të vështirë që të varet tek shpirti yt. Dhe 15 minuta përqendrim janë më mirë se 3 orë shtyrje të problemit. E treta, thënia po kur doje të thoje jo. Shumë njerëz ton po nga frika e konfliktit, nga ndjenja e fajt, ose për të mos u dukur egoist. Por çdo po që nuk është autentike, është një jo që i thua vetes. Nga ana psikologjike kjo çon në ndjenje zhgënjimi, stresi dhe lodhje emocionale, sepse të duhet të mbash premtime që nuk kishin në përputhje me dëshirën dhe energjinë tënde. Ushtrim praktik. Herën tjetër kur dikush të kërkojë diçka, ndalu për 5 sekonda para se të japësh përgjigje. Merr frymë, kujtoj vetes, nuk është detyra ime të shpëtoj të gjithë. Pastaj e përgjigjen. E katërta, vëzhgimi i vazhdueshëm i jetës së të tjerëve. Rrjetet sociale kanë ushqyer një zakon të dëmshëm, të krahasojmë jetën tonë të brendshme me fasadat e bukura të të tjerëve. Kjo sjell ndjenjë të pamjaftueshmërisë, zilisë dhe zbrazësisë. Në psikologji njihet si krahasimi social destruktiv dhe është një nga burimet më të mëdha të depresionit, të humbjes së vetbesimit në brezin e ri. Zgjidhja: vendos një kufi ditor për përdorimin e rrjeteve sociale. Ndërkohë, bëj një listë me 3 gjëra për të cilat je krenar sot, qoftë edhe me faktin se ti u ngrite sot në mëngjes pa vendosur ziljen e alarmit. 5. Gjumi i parregullt dhe i vonuar. Gjumi nuk është luks. Është baza neuropsikologjike për stabilizimin emocional dhe përqendrimin e vetkontrollit. Mungesa e gjumit ose gjumi i çrregullt krijon një defekt domino në të gjitha sistemet e trupit dhe të mendjes. Personi me më pak se 6 orë gjumë në natë kanë 50% më shumë gjasa për të përjetuar simptoma ankthi, acarim të shpejt dhe vetë dyshim. Cila është zgjidhja? Krijo një rutinë gjumi. Largo telefonin 1 orë para fjetjes. Lexo pak. Vendos një orar fiks për gjumë edhe gjatë fundjavës. 6. Të mos lëvizësh fare gjatë ditës. Qëndrimi i gjatë ulur
pa lëvizje është quajtur duhani i shekullit të 21. Aktiviteti fizik nuk lidhet vetëm me shëndetin fizik, por dhe me shëndetin mendor. Lëvizja rrit serotoninën, dopaminën dhe endorfinat, hormone që ndikojnë në humorin, motivimin dhe përqendrimin. Këshilli jepet në këtë rast. Bëj të paktën një shëtitje 20 minutë në ditë. Nëse je në zyrë, çohu çdo 45 minuta për 2 minuta ecje apo shëtitje aty brenda për brenda. E shtata është të kritikosh veten në mënyrë të pamëshirshme. Shumë vetë flasin me veten në një mënyrë që nuk do të thoshin kur dikujt tjetër. Vetë kritika e tepërt nuk të bën më të fortë, të bën më të rënuar emocionalisht. Në psikoterapi, kjo quhet dialog i brendshëm destruktiv dhe është ndër shkaqjet kryesore të depresionit, vetëdyshimit, të bllokimit në arritjet personale. Ka zgjidhje? Po. Fillo të vesh re zërin tënd të brendshëm, kur e kap veten duke thënë, jam copë e idiotit. Ndryshoj me frazën, bëra një gabim, por mësoj tani prej saj. E teta është të hash keq dhe nxitimthi. Ushqimi është një karburant për trurin, jo vetëm për trupin. Ushqimi pa përpunuar, sheqernat, ngrënia nën stres apo shpejt dëmtojnë ekuilibrin hormonal dhe humorin. Ka një lidhje të drejtë për drejtë midis zorëve dhe trurit. Është ai aksi që themi zor-tru, dhe ushqimi i keq çon në prishje të humorit, ankth dhe energji të ulët. Zgjidhja cila është? Ngadalëso ritmin. Për typ ngadal, ha më shumë ushqime të papërpunuara dhe mendo për ushqimin si përkujdesje ndaj vetes, jo si ndëshkim apo si shpërblim. E nënta është të mos thuash asnjëherë jam krenar për veten. Kemi mësuar që porulësia është virtyt, por në emër të saj shumë njerëz as nuk e pranojnë kur kanë bërë diçka të mirë. Dhe kjo varfëron ndjesinë e vetvlerësimit. Nga ana psikologjike, mungesa e njohjes së vetvetes ndikon në ndërtimin e një identiteti të dobët emocional dhe krijon varësi ndaj validimit nga të tjerët. Ushtrimi që jepet në këtë rast. Çdo mbrëmje shkruaj një gjë për të cilën je krenar që e ke bërë sot. Qoftë edhe fakti që nuk u dorëzove në një ditë kaq të lotshme. Dhe si përfundim do të thosha, të vrasësh produktivitetin nuk kërkon armë, vetëm zakone të këqija. Shumë nga këto zakone duken të vogla, por ndikojnë në mënyrë të fshehtë në energjinë, vetbesimin, në motivimin dhe kënaqësinë që ndjejmë në jetë. Lumturia dhe produktiviteti nuk janë aksidente. Janë pasojë e qindra zgjedhjeve të vogla që bëjmë çdo ditë. Nëse e ndjen se jeta jote po bëhet gjithnjë e më e zhurmshme, me zbrazët, ndoshta nuk të mungon diçka e madhe, por duhet të heqësh disa gjëra të vogla që po të marrin gjithçka. Miq, këto do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi më të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video të tjera her pas here. Deri në videon tjetër, mirë takofshi.